Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Që nga 11 qershori, Kupa e Botës 2026 ka startuar si evenimenti më i madh global i futbollit, kësaj radhe si një risi me shtrirjen më të gjerë të tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Meksik dhe në Kanada. Në këtë kampionat botror të futbollit përfshihen 48 ekipe të cilat janë në garë për fitore dhe do të kemi 104 ndeshje. Sot për të folur për risit e këtij kampionati botror të futbollit, por gjithashtu edhe për favoritët e fitores, për ekonominë e futbollit e shumë elemente të tjera, janë të ftuar në studio diplomati i karrierës Spartak Topollaj dhe gazetari sportiv Kevin Sula. Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Është një festë e madhe sportive, Kupa e Botës 2026, sigurisht këtë vit ka një shtrirje më të gjerë dhe po zhvillohet jo në Europë, siç ka ndodhur në edicionet të kaluara, madje shumë prej europianëve, përfshirë edhe ne shqiptarët, sakrifikojnë edhe gjumin, ka ndryshuar oraret për të ndjekur ndeshjet edhe pas mesnate. Megjithatë, një interesim i jashtëzakonshëm duket jo vetëm në Shqipëri, po kudo ku ka sport dashës dhe jo vetëm. Megjithatë, ka edhe risi ky kampionat. Sipas jush, cilat janë risitë e kësaj kupe bote? Sigurisht risia e parë është botrori është më i madh, është me 48 skuadra, për të pasur një shtrirje më të madhe nga gjitha kontinentet. Për shembull, këtë sezon kemi ekipe si Curaçao, si Cape Gjelbër, shtete vetëm me 500.000 banor, dhe sigurisht kjo rrit automatikisht dhe numrin e ndeshjeve. Kjo ndërrisitë e tjera më pas janë janë fokusuar tek teknologjia, tek rregullimi i lojës efektive të skuadrave. Për shembull, rivënjet fundore duhen vetëm 8 sekonda, në të kundërt nëse portieri vonon, i jepet një goditje këndi për kundërshtarin. E gjitha kjo në kuadër lojës efektive, që ka qenë nga problemet më të mëdha futbollit ditët e sotme, sepse nga 90 minuta që është totali, loja efektive është deri diku tek 45-50 minuta. Gjitha këto ndryshime janë bërë vetëm për të rritur lojën efektive. Zoti Topollaj, jeni një adhurues i sporteve thatë, por gjithashtu sidomos i futbollit, dhe parë në një këndvështrim ndoshta më të gjerë risitë e këtij kampionati. Kevini sigurisht si gazetar sportiv dhe si i ri i cilsoi ato shkurtimisht, po ju keni edhe atë, le të themi, një kthim mbrapa të kokës dhe duke parë kampionatet e kaluara. Është plotësisht kështu dhe duhet të jem i sakt në këtë. Ka mbi 65 vjetë që ndjek futbollin pa rreshtur. Të gjithë fëmijët e duan futbollin, po unë atë moshë, 18 vjeç, isha i dëshiruar, e kisha idhull Panon, se e kisha edhe komshi dhe ishim miq. Gigantin e futbollit shqiptar, më të madhin e gjithë kohëra. Prej atij u bëra pasaj dhe me Partizanin. Futbolli jon ka bërë progres ndër vite, e ka nisur mirë që në 46-ën, kur dolëm kampion të Ballkanit, futbolli shqiptar arriti edhe klubet edhe kombëtarët disa rezultate modeste, por ka dhe maja ndeshje kulmore si barazimi sensacional 0-0 me Gjermaninë, që eliminuam dhe quam në Europianin e 68-s Jugoslavinë, ndeshja e madhe e Partizanit me Celticun, fitoria 1-0, me Austrinë e Vjenës, e tjerë barazimi fenomenal i Tiranës 2-2 me Ajaxin, me standardin e Liezhit. Me gjithë këto suksese dhe trofe, por për fat të keq këtë kampionat ne shpresonim të ishim pjesë. Dolëm 2 herë në Europian, është arritje shumë e madhe, me trajnerët De Biasi dhe Silvinho. Kam qenë prezent edhe në Europian edhe në botrorin, që nga 94 e këtej i kam parë të gjithë botrorët në live në vendet ku është organizuar. Janë gjithsej 22 të zhvilluara, ky është i 23-ti, i pari në Uruguay-Argentina 4-2, i dyti në Itali në 34-ën, i pari në 30-ën, i treti në Francë në 38-ën, pastaj me radhë 54 në Zvicër, 58 në Suedi, 62 në Kili, 66 në Angli, ku edhe jam tifoz me anglezët, në finalen e famshme në Wembley 4-2 me të golin e diskutueshëm. Pastaj në 70 në Azteca në Mexico City, me radhë 74 në Gjermani, 78 në Argentinë, 82 në Spanjë, 86 përsëri në Argentinë, 90 në Itali, 94 në SBA, 98 në Francë, në 2002 në Kore dhe Japoni, 2006 përsëri në Gjermani, në 2010 në Afrikën e Jugut,
2014 në Brazil, 2018 në Rusi, dhe 2022 Katari Por gjithsesi në futboll, ashtu si dhe në sporte të tjera, secili jo vetëm sportdarësit, por edhe ata që bëhen pjesë duke ndjekur një apo dy ndeshje, kanë edhe preferencat e tyre dhe me sa kam parë në të gjitha raportimet që janë bërë nëpër media, vendet me peshë më të madhe sportive si Franca, Spanja dhe Argentina kryesojnë listën e pretendentëve, por gjithsesi ka edhe shumë talente të reja që pritet që të shfaq ky kampionat. Unë nuk po hy në specifikën e tyre, megjithatë ndonse herët për parashikime, Kevin, cilët beson që janë tashmë ka nisur kampionati që në datën 11 dhe kanë dukshëm ndonjë? Nga gjitha favoritet, më vrullshëm e ka nisur Argentina, Franca në pjesën e dytë, se Franca e pjesës parë ishte çik zgënjyese. Gjermania po ashtu, pavarësisht se ndaj një kundërshtari shumë modest si Curaçao, por unë do i mbetem përpara nisjes, kisha në mendjen time Spanjën si favoritën kryesore për një arsye të vetme, sepse Spanja ka filozofinë e futbollit të tillë dhe një skuadër që mban topin. Një gjë është e sigurt, rezultati nuk dihet, por që Spanja do e mbaj topin në 70% të kohës ose më shumë, ajo t'jep edhe probabilitetin më të madh për të fituar ndeshje. Por edhe unë jam tek Spanja, tek Franca, Argentina nisi sërish vrullshëm me Messin me 3 gola dhe sigurisht këto janë pak a shumë, ndërsa tek yjet dihet që projektorët janë tek Mbappéja, që e nisi vrullshëm me 2 gola me Francën, Lamine Yamal i Spanjës, gjithë skuadrat kanë talentet e tyre. Një talent që më ka bërë jashtëzakonisht shumë përshtypje, që po flitet është Buadi i Marokut, ndeshje me Brazilin, gjithëve na surprizoi Maroku, Brazili pati vërshim, lumë kritikash pas asaj ndeshjes ku dominua sidomos në pjesën e parë, dhe Buadi i Marokut spikati në të ndeshje, por talentet janë shumë, dhe O'Reilly i Anglisë. Edhe kjo është një skenë, le ta quajmë ku do të spikasi për të vijuar më pas. Dhe për të vërtetuar këtu tek skena, pam një fenomen, sepse në këto kohë jetojmë sot, portieri i Kepit Gjelbër, që bëri shumë pritje ndaj Spanjës 0-0. 40 vjeçar. 40 vjeçar, kishte 50.000 ndjekës në Instagram përpara ndeshjes dhe 24 orë më vonë 6 milion ndjekës. Kjo është shifër e frikshme dhe për t'tregu efektin që ka i kategorisë B me një skuadër në Portugali. Unë jam thash me anglezët, por kam frikë në radhë parë Brazilin. Pse? Jo pse është i pari, se harruam të themi. Ka 5 tituj kampion bote. Pastaj vin Italia dhe Gjermania. Pra shikoni si pretendent. Si pretendent. Aq më tepër që është dhe Ancelotti. Ndeshja e parë ishte pak zgënjyese. Ti jemi më të saktë, por besoj ata i kanë mundësitë. Pastaj unë rendis sipas dëshirës në radhë parë dhe sipas objektivitetit që më takon, unë rendis Anglinë. Shumë pretendent pa tjetër ngelet Spanja, Gjermania, Franca, pra skuadra europiane. Me emër që e kanë fitu nga 4, nga 3, nga 2, edhe Anglia që e ka fituar një herë. Edhe le të shpresojmë, është një argëtim i madh për 8 miliard njerëzit e botës. Po, patjetër, dhe në e presin si një krye eveniment. Është një eveniment që i bashkon njerëzit pavarësisht. Shembulli me Iranin, për shembull, të themi 2 sekonda, se ja vlen. Irani ishte shumë i diskutueshëm, do shkojë apo nuk do shkojë për arsye që tashmë dihet. Por ja që shkoi, ja që ka dhe arbitrin që arbitroi mbrëm. Dhe bëri dhe ai një arritje, barazoi 2-2, nuk është pak për atë skuadër. Por kryesorja është kjo që prap fryma sportive dhe futbolli i paqton njerëzit, i bashkon njerëzit, i argëton njerëzit. Tashmë jemi në epokën e digitalizimit, ashtu si që tha dhe Kevini, sidomos të rinj të shikojnë klikimet, të shikojnë në rrjetet sociale se sa prevalon njëri apo tjetri dhe detyrimisht edhe industria e futbollit në këtë rast do të marrë parasysh të gjitha këto pëlqime që kanë disa futbollistë që janë edhe më të spikatur. Por tashmë jemi mësuar që të shikojmë çdo lloj eventi edhe në planin ekonomik. Dhe është një terminologji e re që këtë e kam parë në mediat botërore, në mediat kineze në mënyrë të veçantë, ka shumë artikuj për këtë kampionat për sa i përket ekonomisë së Kupës së Botës. Dhe sigurisht që pritet një impakt i jashtëzakonshëm ekonomik dhe FIFA dhe Organizata Botërore e Tregtisë kanë parashikuar $10 miliarda në këtë aktivitet
që lidhet me garën, me përfitime që rrjedhin përmes turizmit, bikpritjes, infrastrukturës, sektorëve të medias në vendet pritse në rastin konkret në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada dhe në Meksik. Ndërkohë Shqipëria, e tham edhe më parë, nuk është një pjesëmarrëse aktive, pra pjesë për të luajtur, për të garuar në këtë kampionat, por është një konsumatore e tij. Dhe mbetemi tek ekonomia, këtu flasim për të drejtën televizive, flasim për transmetimin, abonimet sportive, tavolinat e rezervuara në përbare, sepse ka më kënaqësi kur shikon me shokët, me miqt apo dhe me familjen në bar. Biletat e avionit, këtë mbetet për ta diskutuar, nuk kam një informacion zyrtar, a ka patur shqiptar sportdashës që kanë shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo ndoshta aty është pak më e vështirë, sepse duhet të jesh i pajisur me vizë, por ndoshta në Meksik apo pse jo edhe në Kanada, dhe flasim për këtë përjetim shqiptar të këtij botrori, duke njohur që shqiptarët janë shumë të dhënë dhe shumë të pasionuar pas futbollit. Shiko, që jemi konsumator futbolli, ajo dihet. U vërtetua dhe profesori që madhe me gjithë vitet ku është zhvilluar. Por kjo kam përshtypjen që te ky botror po na penalizon pak oraret në të qenurit konsumator. Se që e shohim futbollin e shohim, por duke u ndalur te konsumimi është ajo që thatë ju, që rezervimet në bare. Për shembull, nëse Argentina e Messi do të ishte në një orar më të mirë, në orën 8 darkës, 9 darkës, sigurisht edhe baret do të ishin plot, do pije një birë më shumë në aspektin e konsumit. Por që e shohim, zgjohemi edhe në 2 mëngjesit dhe në 3 mëngjesit për ta parë Argentinën, Brazilin, gjitha skuadrat, ajo është e padiskutueshme. Ka sigurisht efekt ekonomik, dhe do të ketë, kam përshtypjen, me kalimin e kohës, sepse oraret, siç e kemi parë, janë përshtatur skuadrave europiane, zakonisht skuadrat europiane luajnë oraret që na përshtaten, edhe pas fazës grupeve, çerekfinale, gjysmëfinaleve, ku hyn ato ujërat e thella, ku zakonisht vetëm skuadrat europiane janë 80% që mbijetojnë, aty do të kemi orare më të përshtatshme dhe sigurisht do dalim që edhe në Shqipëri futbolli botrori do të krijojë goxha ekonomi. Vetë shpenzimet që janë bërë deri tani s'ka nevojë të komentohen, sepse flasin shifrat. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vun $40 miliard në tavolinë. FIFA 12 miliard. Vetëm për stadiumet, për të bërë fushat e re, nuk po flas për stadiumin e ri të Atlantës me ajër të kondicionuar. Non-stop gjatë gjithë kohës temperatura mbetet 25 gradë. Ka kushte super optimale për të luajtur futboll. Po dhe stadiumet e tjera janë rikonstruktuar, ndërtuar. Unë i kam parë vetë shumicën e atyre stadiumeve. Dhe fakti që bëhen në 16 stadiume, 11 nga të cilat Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3 në Meksik dhe 2 në Kanada, i jep një shpërndarje shumë të bukur gjeografisë dhe potencialit të shteteve, se natyrisht Amerika është e para. Po këtu është vendi të them diçka dhe për Kinën. Deri tani Kina ka pasur herët futboll, ka luajtur dhe me ne, edhe si kombëtare dhe si ekipe shpresa, por dhe Partizani me një gushtin e ushtrisë kineze etj. Zakonisht kemi dalë barazim, kanë qenë ndeshje me një frymë shumë miqësore, sepse e tillë ishte miqësia mes dy popujve. Unë dëshiroj dhe uroj që dhe Kina, siç ka bërë arritje të mëdha në të gjitha fushat, pa diskutim, edhe në sporte, në shumë sporte, edhe në futboll, unë uroj që Kina të eci me hapa edhe më të shpejt, edhe më të mëdha. Dhe kam besim që aftësia e tyre, si në treguar në të gjitha fushat, edhe në futboll do të jetë e tillë. Edhe pse s'kan një traditë edhe një ashtu. Ne tani nuk mund të flasim për parashikime, pasi ka pak që ka nisur kjo Kupë e Botës dhe ajo deri në 19 korrik që do të shikojmë se cilat do jenë rezultatet edhe si çdo garë do ketë fituesit edhe humbësit e saj, por meqense zoti Topollaj përmendi Kinën, është si në çdo fest, si në çdo spektakël. Patjetër që flitet për ata që janë në skenë, për ata që shikojnë, për ata që e bëjnë këtë garë dhe këtë kampionat. Pra flasim për futbollistë të shquar, flasim për skuadra të shquara, flasim për ekipe, por në të njëjtën kohë edhe për trajner apo dhe për gjykues të futbollit, siç janë arbitrat në këtë rast. Por është edhe industria që e ndërton këtë Kupë Bote dhe në të njëjtën kohë është
infrastruktura, që në fakt duhet thënë Kina është në top listën e infrastrukturës së Kupës së Botës, sepse kemi të bëjmë, siç e thatë edhe ju, që në kampionatin e vitit 2002 Kina nuk ka qenë pjesëtare aktive pra me ekipin e saj kombëtar të futbollit dhe megjithatë kompani të mëdha kineze, siç është Lenovo, për shembull, që është një nga partneri zyrtar i FIFA-s. Pra Kina është në atë që thamë ekonomia e futbollit, është tek sponsorizimet më së shumti me hisense që siguron të gjithë ekranet super të mëdhenj në për çdo stadium. Nga ana tjetër janë edhe ato elemente që në fakt askush në momenti që shikon një ndeshje nuk bën pyetjen, po ky topi ku është prodhuar apo dhe suveniret. Të gjitha janë made in China. Dhe këtu kemi të bëjmë me një prani të jashtëzakonshme përveç faktit se edhe kinezët janë shumë futboll dashës dhe e ndjekin në mënyrë të jashtëzakonshme, por gjithashtu kemi të bëjmë edhe me inteligjencën artificiale. Kevini e përmendi pak në hyrje të kësaj që ka dhe aspekte të tjera. Inteligjenca artificiale nga analizat e ndeshjeve, angazhimi i tifozëve dhe kështu që dua dhe komentin tuaj, vlerësimin tuaj për këtë. E përmendi profesori që Kina ka arritje në fusha, ka arritje jashtëzakonshme në shumë fusha dhe rrjedhimisht këto arritje në shumë fusha kanë depërtuar dhe tek futbolli, teknologjia, patjetër, është fuqi industriale e jashtëzakonshme. Dhe pikërisht tek teknologjia që është pothuajse e gjitha nga Kina ndikon tek loja, tek pozicioni jashtë loje, që gjyqtarët tani do t'i vi më shpejt përmes inteligjencës artificiale, kur është një pozicion jashtë loje i dukshëm, nuk do duhet presi më shumë sekonda për ta akorduar. Topat janë me sensor prekje që matë gjitha prekjet dhe gjitha këto kanë bërë që Kina, edhe pse nuk merr pjesë në futboll, ama nga ana ekonomike i merr më shumë këtij botërori se sa ndoshta më shumë se të gjitha vendet tjera që luajnë. Dhe kjo në fakt është një arritje e këtij vendi të madh, sigurisht që jo të gjitha vendet janë të përfaqësuara në këtë kupë të botës. Megjithatë, meqense siç e thash jemi përsëri në fillime, unë tani duke menduar që këto ekipe për të cilat ju jeni tifoz edhe që bëni tifo pse jo të arrijnë në finale, por ka ende për të folur. Unë nuk e kam fare ekipin tim italin, për fat keq. Por kam opsionin e dytë gjithmonë Portugalia, sepse duke qenë se unë jam në këtë debatin e përjetshëm Ronaldo Messi, unë jam Ronaldo dhe prandaj jam me Portugalin. Edhe unë për Italin, mbas Anglisë, vjen për mua Italia për të gjitha arsyet, bukuria e futbollit dhe zakonisht e gjithë sporteve qëndron te enigma. Se po ta dim ne kush fiton, po thuaj se patjetër dhe përpjekjet e sportistëve janë të jashtëzakonshme. Sidomos futbolli, gjitha sportet, po sidomos futbolli deri në fund, ato dy që do dalin në finale patjetër që njëra do ta fitojë, po nuk e dim. Dhe pikërisht kjo i mban gjallë njerëzit, i argëton, i kënaq, edhe i paqton. Edhe tifozët raste shumë të rralla ka që ndodhin për ndeshje nga grupe huliganes e kështu. Po normalisht fryma është miqësore. Duke dashur të shtoj dhe diçka, besoj më lejohet që kënaqësia e futbollit kur shikon pa e quajun personalitet futbolli, Lionel Messin, 6 kampionate botërore. Dhe shënon, duke u gdhirë sot, shënon 3 gola. Duke bërë gola shënuese më mirë i Kupës Botës me 16 barazim. Me Klosen barazor dhe që mendohet se do shënoj, besoj patjetër edhe të tjerë. Kështu që këta futbollistë të mëdhenj, që nga koha s'po flas nga Leonidas i Brazilit të 50-s, po nga Peleja, e me radhë, me Cruyffin, me Beckenbauerin, me Bobby Moore, Bobby Charltonin, deri te futbollistët e brezit të Kevinit, si Diego Armando Maradona, Pushkash i pak më përpara, e futbollistët tjerë të mëdhenj kanë të gjithë janë emra të gdhëndur në historinë. Një kontribut të jashtëzakonshëm dhe në mendjet e sportazhëve. Por edhe në memorien e të gjithë sportazhëve. Të moshës le të kënaqen njerëzit, le ta përdorin këtë kampionat me këtë kënaqësi kaq të madhe që t'jep për paqe, të mos ketë luftra. Për të dhënë mesazhe të paqes dhe të harmonisë në botë. Mesazh njerëzor edhe i qytetar dhe i kulturuar për të gjithë njerëzimin, të mos ketë lufta, të mos humben jetë njerëzish, kjo është shumë e rëndësishme. Fëmijëve etj që për fat keq
Edhe motoja në fakt e përdoret pasere nga FIFA që futbolli i bashkon njerëzit dhe le të shpresojmë që të jetë të vazhdoj të jetë kështu kjo festë. Prandaj dhe gjeografia e futbollit ishte e tillë kësaj radhe, 48 skuadra. Po. Mos harron kampionatin e parë në Uruguay në 30-ën, mezi u bën 13 skuadra. Po kanë kaluar vite. Dhe ishte një numër ters 13 dhe nuk plotësoheshin grupet se duhet të jetë qift. Çdo gjë ka evoluar. Por, kështu që ndërsa tani janë 48 deri dhe ishuj kur tha kepin Curaçao, Capo Verde, etj. Dhe këto vende që njihen si të vogla në futboll por që e treguan veten skuadra dinjitoze dhe përballë skuadrave të mëdha kanë luajtur shumë bukur. Unë ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndat edhe impresionet tuaja personale. Faleminderit për praninë në studio. Të dashur miq, analizë sot u ndal në Kupën e Botës 2026 në risit e këtij kampionati botror të futbollit, por në të njëjtën kohë edhe në elementet më të spikatura të tij. Ju falenderoj që qëndruat me ne. Miru takofshim. Edhe ne ju falenderojmë juve. Edhe urojmë për Republikën Popullore të Kinës të ketë sukses në futboll. E pres me kënaqësi për parimin e Kinës në futboll. Faleminderit.